Kemi tani në hapësirën e ekspertit, kam nderin dhe kënaqësinë të kem në studio avokatin Alban Dure, i cili është gjithashtu dhe ekspert për të drejtat e konsumatorit dhe mbrojtjen e konsumatorit, gjithashtu dhe konkurrencës. Avokat, përshëndetje, faleminderit për kohën tënde. Faleminderit, mirë se u gjeta. Sot do flasim një ditë me vonesë për kodin e punës, duke qenë se dje ishte 1 maj, sot do flasim për të drejtat e punëtorëve në Shqipëri, sa respektohen, sa zbatohen, me një historik i shkurtër për 1 maj. Atëre, data 1 maj simbolizon gjithë ato protesta apo kërkesa që kanë pasur punojësit në Chicago të Shtetet Bashkuara të Amerikës në vitin 1888. Që në 1888? Po, protesta të cilat kishin bënin me kushtet e punës, plotësimin e kushteve të punës nga punëdhënësit, në atë kohë ka pasur fabrika, pra ka qenë periudha e industrializimit dhe punishtet të tjera, përsa i përket pushimeve javore, por një fitore shumë e rëndësishme ishte edhe përsa i përket orarit të punës, pra orarit i cili sot është tetor, pra e kemi këtë favor apo këtë drejt që kanë fituar punëmarrësit dhe kanë për shkak të saj lëvizje në të cilën 137 vite më parë. Humbën jetën shumë qytetar, pra protestues të asaj kohe. Dhe festohet, do me thënë, në shumicën e vendeve. Është ditë proteste. Kjo është ditë proteste, në mënyrë që punëmarrësit t'ju garantojnë të drejtat që janë fituar në periudat të ndryshme dhe në shumicën e vendeve festohet me protest, ose protestohet për respektimin e atyre çfarë janë shkruar në ligje apo edhe në marrëveshje ndërkombëtare të cilat i kanë ratifikuar vendet. Në Shqipëri nuk është se ne kemi tradit, kjo vjen për shkak edhe të kohës komunizmit, pra ne kemi qenë 45 vite në një sistem totalitar komunist, në të cilën 1 maj ishte ditë festive, pra festoj gjithmonë kjo datë. Dhe ka ngelur, me sa duket, nga kjo periudhë dhe ditën e djeshme nuk kishte ndonjë protest shumë sporadike, por në raport me të drejtat të cilat qytetarët apo punëmarrësit duhet që t'ju respektohen, sepse nuk është se respektohen, relativisht respektohen, por në shumicën e rasteve nuk respektohen të drejtat e punëmarrësve, mendoj që duhet kishte angazhim më të madh. Si është, ju në eksperiencën tuaj keni pasur dhe gjyqje për mosbatimin e marrëveshjeve apo kontratave mes nga punëdhënësi për punëmarrësin, si e shihnin vjet përgjithshme dhe në eksperiencën tuaj personale zbatimin e kodit punës në Shqipëri? Ka një përmirësim? Si është tregu i punës? Unë në përvojën time, pra relativisht duke filluar nga viti 2012, shikoj që ka përmirësime, pra që do të thotë to përmirësime në gjykimin tim nuk është se vijnë për shkak të vullnetit që kanë punëdhënësit për të respektuar punëmarrësit, por vjen për shkak edhe të mungesës së punojnësve apo punëmarrësve. Pra, tani jemi në kushtet e një elementi të ri, mungesa e punëtorëve. Unë po ju marrë le themi një profesion i cili është në sektorin privat, pra si që është ai punojnësve të call center, të call centrave, dhe shikoj, pra nga ato çështje që unë kam dhe komunikimet me palët që përfaqësoj, më thonë që avokat tani ndjemi shumë të vlerësuar, na respektojnë të drejtat e pushimeve. Ka dhe një sindikat. Na kërkojnë, po, edhe është dhe një sindikat e cila mbron të drejtat e këtyre punëmarrësve, por dhe unë mundohem që pse ndodh kjo ndodh sepse më thonë nuk ka krapune dhe na lutet punëmarrësi që na trajton shumë mirë, pagën na jep në datën e caktuar, edhe nëse ne kemi nevojë, duke qenë se është një punë e lodhshme, pra janë në komunikim të vazhdueshëm me qytetarët, apo edhe përsa i përket përqendrimit që ata kanë në kompjuter, sjell një lodhje shumë të madhe mendore dhe psikologjike, dhe punëmarrësi thotë nëse ju nuk ndiheni mirë në gjatë orarit punës, mund të kërkoni thjesht
vetëm ta njoftoni atë që nuk ndjeni mirë dhe mund të largoheni nga puna të vini në një moment të dytë. Pra këto janë Jemi në këto kushte edhe në Shqipëri? Apo për këtë sektor? Po flasë për këtë sektor, pastaj ka sektor të tjerë të cilët nuk marrin pagën në datën e saktuar. Pra duke qenë se ka një po marë profesionin e avokatit apo të jurisit, pra në zyra avokatie apo edhe në kompani, këta juristë të cilët kanë lidhur një marrëveshje apo një kontratë me punëdhënësin, nuk paguajnë në datën e saktuar, edhe pse janë juristë dhe i njohin shumë mirë të drejtat e tyre, mund të punojnë edhe orare shtesë, por kjo vjen edhe për shkak të tregut të madh që ka oferta në këtë profesion. Pra në profesionin e juristit, kështu mund të jetë edhe gazetaria, pra ka një sër profesionesh të cilat ende lë për të dëshiruar. Kështu që punëdhënësit në Shqipëri vinë edhe kujtohen për të respektuar punëmarrësin vetëm në momentin kur këta ikin. Pra nëse edhe në këto profesione që ne përmendëm pak më lart, do ikin jashtë, ashtu se kurse kanë ikur në profesione të tjera, atëherë do mendojnë që të rrisin pagat, paguajnë pagat në datën e saktuar, paguajnë orë shtesë, të paguajnë dhe shumë pagesat të tjera, siç mund të jenë dietat, nëse punëmarrësi lëviz nga vendi i punës në një vend tjetër. Apo punën në ditët e festave që të paguhet. Dhe janë një sër përcaktimesh të cilat shumë qartë ne kemi në kodin e punës dhe kemi relativisht një kod shumë të mirë, por mjafton duhet vullnet për të zbatuar nga punëdhënësi. Natyrisht edhe punëmarrësi duhet që të kërkoj të drejtat e tyre, ata duhet jenë të bashkuar, sepse shpesh ndodh që edhe në një vend pune, nëse ngrihen shumica e punëmarrësve për të kërkuar të drejtat e tyre, kjo kërkesë pastaj bie në veshjen e shurdhër sepse i gjithë grupi përçahet dhe mund të dalin një ose dy të cilët ata mund t'i besojnë deri në fund këtyre kërkesave. Po këto nuk janë kërkesa për të cilat punëmarrësit marrin lëmosh nga punëdhënësi, këtë duhet ta kuptojmë, edhe punëdhënësi, po edhe punëmarrësit, që kjo është një detyrë ligjore, por edhe detyrë humane, sepse kemi të bëjmë me një marrëdhënie midis një punëdhënësi i cili kërkon një shërbim të caktuar, që në rastin e profesionit të avokatit, të financierit dhe shumë profesioneve tjera të nderuara, marrin produktin e tyre dhe kjo nuk duhet marrë nga ana e punëdhënësit sikur po i jep një lëmosh. Pra, që do të thotë, janë të detyrimet cilat duhet që të respektohen dhe të zbatohen. Pastaj kam pasur edhe eksperienca gjatë punës sime, unë kryesisht që janë shoqëri tregtare, nuk i përfaqësoj, unë gjithmonë mbroj individët përsa i përket të drejtave të tyre, por më ka bërë çudi një shoqëri tregtare, e cila më thoshte që kanë idealin për të mbrojtur qytetarin dhe për të shërbyer. Jo idealin, por ka një mentalitet shumë të gabuar, sepse thonë ishte një rast ku kërkonte financieren dhe ti vinte në ditë të diel dhe në ditë të shtunë, pra në ditët e pushimit. Kjo kishte bërë disa herë dhe pas 5 herësh kishte thënë që shiko unë... E kishte bërë normë. Pra unë nuk mund të vi sepse kam fëmijë të vogël dhe nuk kam mundësi që të vi në fundjavë. Dhe ky punëdhënës më thotë mua tani do ta heq nga puna këtë. Po për çfarë do ta heqësh? Unë e pyesja lidhur me procedurat apo punën që kryente dhe ishte shumë i kënaqur, ka punuar, po unë e thira një ditë në fundjavë sepse më ka ardhur kamioni nga jashtë dhe dohet që të bëja rakordime. Po a e paguan i thash për to ditët? Jo, nuk e paguaj, më tha mua. Po i thash, kjo është një pagesë që duhet bërë. Po jo, po të doj të ri, po të doj mos të ri, të vi një tjetër. Edhe i them që, shiko, nuk duhet ta shikosh punëmarrësin si një slav, pra ai nuk është slav. Ai përsa ke rënë dakord për pagesën, që do të thotë për pagesën e orëve të punës, 40 orë në punë, 40 orë ta respekton, a ke problem lidhur me përllogaritjet pra punët që bën dhe financierja? Jo, nuk kam problem, por pse më tha kjo, pra merrem me gjëra sipërfaqësore. Unë sugjerova, i thash që këto nuk janë gjëra thelbësore dhe nuk mund ta heqësh një
punëmarrës vetëm pse kërkon të drejtën e saj, aq më tepër që nga një familjare, ka një fëmijë të mitur, po përveç tjerave, ka dhe shpenzime për cilat ky punëdhënës vërtet mund të thërriste në oraret të cilat nuk ishin të përcaktuar edhe në kontratë, por edhe në kodin e punës, dhe t'i jepte një pagesë shtesë. Pra, ky është një mentalitet i vjetëruar që po e sjell pasojën, pra duke menduar shumica e sipërmarrjeve, kemi ardhur në këtë pikë, që nuk ka më krah pune të kualifikuar. Dita e shtunë pushim, zbatohet dhe si duhet jetë rregulli, domethënë sipas kodit punës. 40 orëshi plotësohet me 5 ditë në javë? Tani 40 orëshi mund të plotësohet, pra është një zgjidhje që gjendet midis punëdhënësit dhe punëmarrësit, që do të thotë minimalisht një ditë pushim duhet të jetë, por ka raste që edhe gjatë të shtunës, pra ditën e shtunë, mund të gjendet një rakordim që punëdhënësi me punëmarrësin mund të dalin në punë për një orar të caktuar. Pra mund dalin një 4 orash, por të paktën plotësohet ky 40 orëshi, sepse ligji ka përcaktuar 40 orë në javë, por një ditë që është një ditë pushim është taksative dhe e detyrueshme për të... Vetëm një ditë pushim është taksative? Taksative. Dhe duhet të respektuar. Pastaj, përsa i përket pagesave të cilat kanë të bëjnë me pra, si ta sqarojmë më mirë këtë. 40 orëshi duhet plotësohet brenda javës. Pra, nëse del ditë shtune, do dalësh me orar të reduktuar, ose gjatë javës do punosh me orar të reduktuar, pra jo me 8 orë. 6 orë për 6 ditë, 36 orë, do shtash dhe 4 orë të tjera. Do mënë 7 orë ndoshta i bje gjatë javës, 7 orë 5, 35 dhe një 5 orë ditë në shtunë. Pastaj kemi të drejta tjera të cilat duhet të respektohen, përsa i përket kushteve të vendit të punës, pra kushtet duhet jenë të tilla të cilat mund ta mos ta dëmtojnë shëndetin e punëmarrësve, kushtet të tjera të cilat kanë të bëjnë me ujin e pishëm, pra çdo punëmarrës duhet i sigurohet uji në vendin e punës, duhet të ketë orarin e pushimit, që do të thotë pushimin e drekës, 30 minuta në gjatë këtij orari duhet të respektohet. Dhe nëse bën orarin e drekës, atëherë duhet të largohet gjysmore me vonesë. Orari i drekës nuk është i përfshirë në pagesë. Nuk është i përfshirë dhe këtu gjej rastin që të bën disa ndryshime të cilat i afrohen vendeve të tjera të cilat i kanë bërë, vendet e Bashkimit Evropian, apo dhe ato të cilat nuk janë, sepse kemi të bëjmë me Zvicrën, e cila përllogarit orarin e punës nga momenti që punëmarrësi niset nga shtëpia e vet deri në qendrën e punës, pra ky orar përllogaritet si kohë pune, përllogaritet orari i pushimit, pra orari i drekës, që është 30 minutë, pastaj ka punë të cilat ne kemi të përcaktuar në kodin e punës, siç mund të jenë, si mund ta sjellni një shembull, një punëmarrës i cili punon gjatë gjithë kohës në kompjuter, pra ai e ka edhe kodi jonë e ka të përcaktuar që çdo 60 minuta ai duhet që të pushoj, pra ka një 15 minutësh pushim, pra ka punë të cilat e ka të detyrueshme që të shplodhe dhe të lëvizi në ambientin e punës apo të dalë jashtë ambientit të punës. Pra janë të drejta të cilat janë të garantuara nga kodi i punës, por kjo përllogëritja e kozjatit së punës nga shtëpia deri në vendin e punës nuk është e përcaktuar në kodin tonë. Kemi vende si Norvegjia, Suedia, të cilat kanë bërë, pra vendet nordike, të cilat kanë bërë ndryshime këtë vit përsa i përket orarit të punës, pra ditëve të punës, punëmarrësit detyrohen që të punojnë vetëm 4 ditë në javë. Dhe kjo ka ardhur për shkak të studimeve që janë bërë në produktivitetin e punëmarrësve dhe ka dalë në konkluzionin që duhet që të bëhen dhe ndryshime ligjore. Pra, është në interes edhe të punëmarrësit, sepse është më produktiv, por edhe në interesin e punëdhënësit, sepse ai do një punëmarrës i cili të jetë eficient në punën që bën, të ketë shpejtësi, të ketë produktivitet, të ketë përqendrim, dhe nëse do të ketë një kozjatje kaq të madhe, një orar të cilin punëmarrësit i hahet gjatë momentit që shkon nga shtëpia deri në punë
trafiku, pra, po marrim një qytet si Tirana që të vish, për shembull, nga Komuna e Parisit këtu në këtë me gjithsej Berunaza, po kemi punëmarrës që kanë shtëpi në kombinat dhe duhet vinë, po marrim rastin e punëdhënësit tuaj këtu tek News 24, i duhet goxha rrugë. Pra, janë disa mendoj ndryshime ligjore, të cilat do të jenë në dobi të produktivitetit të punës. Nuk është çështja që të mbajmë njerëz në punë kot, vetëm për rregullat të sipërmarrësve. Pra, kam pasur dhe ata sipërmarrës që kam qenë në kontakt për t'i dhënë konsulencë, edhe kishin nego personale të bënin mbledhje, pra bënin mbledhje para fillimit punës, mbas fillimit punës, në fund të javës, pra punëmarrësit bënin gati 2 herë mbledhje në ditë, domethënë, dhe kjo mbledhje mund të zgjasë edhe gjysmore. Dhe kjo gjysmore, kjo nuk ishte brenda orarit punës, por ishte jashtë orarit punës, që do të thotë 1 orë ikte mbledhja, 1 orë pasaj punëmarrësi mund t'i duhej vajtje ardhje për në shtëpi, 2 orë iknin kot fare. Dhe kjo e lot punëmarrësin. Këto metoda të cilat mund të vinë edhe nga koha e komunizmit, janë jo produktive. E rëndësishme sot është gjendja psikologjike e punëmarrësve dhe në mënyrë që të ketë më shumë produktivitet dhe të ardhura për punëdhënësit, sepse në finale po ta marrim ai që fiton vërtet punëmarrësi merr pagën për punën që kryen, por ai që fiton është sipërmarrësi, sepse ai ka një sipërmarrje të madhe apo të vogël, ka dhe iniciativë, ka dhe riskun, por që duhet parë si partner punëmarrësi dhe jo si sklav. Shumë faleminderit për shpjegimet, shumë bisedë e këndshme vërtet edhe efektive. Avokat, presim, kemi vetëm 6 minuta kohë për të marrë telefonata në studio për pyetje që mund të keni për avokatin, jo vetëm për temën që diskutuam, por edhe për çështje ndryshme që mund kërkoni një orientim juridik. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Po, zonjë. Dëgjoj, kam një rast të tillë, sepse po e gjuja me vëmendje avokatin. Po. Dhe vajza ime punonte në një qendër estetike. Qendër estetike, po? Në Tiranë, po. Dhe ishte punësuar me një rrogë 800.000 lekë. Okej. Dakor. I teket pronari tani dhe e sërret. Sot rroga juaj do të bëhet 500.000 lekë. Po deshe rri, po deshe ikë. A ka mundësi se ajo kishte një kontratë, po gjëja më e poshtër që bënin ata, ishte sepse 400 t'i jepnin në dorë dhe 400 t'i fusnin në bank. Dhe lejë zakonshme nuk ja dhanë. Si të veprojmë në këtë mënyrë? Më falë, rroga ka qenë 80.000 lekë apo 800.000 lekë të vjetra? 800.000 lekë vjetra. Ju keni ndonjë mandat për sa i përket pagesës që ju që merrte vajza në dorë? Jo, nuk kemi sepse jepin në zarf të mbyllur dhe... E kuptoj. Po ndonjë mesazh apo komunikim telefonik ka me punëdhënësin? Jo, ka mesazh me atë menaxherin, ka një mesazh me menaxherin, edhe ku ja tregoni sot, unë sot rrogën e fundit i sot, pavarësisht se po mishni e dua 800.000 lekë. Dakor ti thot ajo, por akoma nuk është paguar, megjithatë s'ka ardhur akoma data. Ne po presim. E kuptoj, tani goca lëvizë nga puna apo vazhdon punë? Po iku automatikisht iku. Por ama kontratën, sepse kishim bërë dhe një kontratë falso, që vajza të firmonte si po jepte dorëheqjen. Por në fakt nuk ka dhënë dorëheqjen, e përzun ata. Pra ata e përzun, nuk është se ka nënshkruar një dorëheqje apo një marrëveshje. Ka firmosur vajza tek? Jo. Atëre, përsa e përket i rasti, jemi në kushtet që shumë punëdhënës e bëjnë këtë marifet. Kjo është për shkak të mospagesës së detyrimeve, që do thotë sigurime shoqërore dhe shëndetësore. Por kjo është një zgjedhje që unë mendoj që punëmarrësit duke qenë se janë në vështirësi dhe bëjnë dhe kompromise të tilla, është gjë që nuk duhet bërë. Unë nuk e këshilloj. Më mirë të marri punëmarrësi më pak pagesë, por natyrisht që këto pagesat e detyrimeve për sigurime shoqërore dhe shëndetësore, këto në fund fare në finale janë në dobi të punëmarrësit. Pra në momentin që do vi koha që do dali në pension. Ndërsa në rastin konkret ne nuk kemi asnjë procedurë apo afat njoftimi i cili është përcaktuar në kodin e punës, duke filluar nga neni 143 i kodit punës, dhe 124 për njoftimin e paraprak për shkëputjen e marrëdhënieve të punës. 155, si do të thotë detyrimet e punëdhënësit në këtë rast varet nga puna që ka në këtë qendër pune, fillojnë dhe dëmshpërblime. Pra,
nëse marrim një shembull që zonja ka një vit pune në të vend pune, afati njoftimit duhet 2 vjet. Ka 2 vjet, vajza. Ka 2 vjet, në rregull, nëse ka 2 vjet e ka 1 muaj afatin e njoftimit, 2 muaj ka dëmshpërblimja për procedurë, që do thot 2 edhe 1 3, pastaj ka dëmshpërblim për sa i përket lejeve të cilat i ka të pamara për këtë vit pune, që mund të jenë në varësi të punës që ka kryer, pra në vitin e dytë sa leje ka marrë dhe ky Po duhet ta vërtetoj ndërkohë. Pra duhet hapi një proces gjyqësor. Proces gjyqësor, vërtetimi bara e provës në këtë rast i takon punëdhënësit, që do thotë nëse zgjidh një marrëdhënie pune duke mos respektuar afatin dhe procedurën, që do thotë kjo është një zgjidhje e marrëdhënies së punës në mënyrë të menjëhershme dhe të pajustifikuar, është përcaktim i njeni 155 së kodit punës, atëre i linde drejta punëmarrësit që të padisi punëdhënësin dhe të ta dëmshpërbleje atë lidhur me këtë zgjidhje të menjëhershme, sepse i ka shkaktuar një dëm, që do të thotë dëmi është unë si punëmarrës nuk e kisha planifikuar që do lëvizja nga kjo punë dhe unë jam kryefamiljar, kam kredi për paguar, mund kem qera dhe kam detyrime tjera për rritje dhe edukimin e fëmijëve dhe ligjvëndësi ka gjetur një zgjidhje dëmshpërblimi që besoj edhe kjo puna e dëmshpërblimit duhet të përcaktohet qartë të zgjidhet përsa e përket përcaktimit të neni 155 në mënyrë që mos jetë evazive që deri në 12 muaj thot ligji dëmshpërblet. Pra, unë sugjeroj zonjën që të shkojë në gjykat dhe ta padisi punëdhënësin për zgjidhjet e kontratës së punës në mënyrë të menjëhershme dhe të pajustifikuar. Qartë. Shumë faleminderit avokat, shumë bisede këndshme dhe efektive kjo e sotmja. Faleminderit për kontributin që e për qytetarët. Faleminderit. Faleminderit dhe ju nderuar teleshikues për vëmendjen tuaj.